Mirëmbrëma shikues të nderuar të Radio Televizionit 21, mirë se vini në emisionin Argument Plus. Për zhvillimet e fundit politike dhe ato që pritet të ndodhin gjatë ditëve të ardhshme, do të flasim sonte me nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Adem Grabovci. Zoti Grabovci, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Zoti Grabovci, pse u shty seanca që ishte paraparë të mbahej dje, ku pritej në fakt në rendite ishte zgjedhja e kryetarëve dhe nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës? Cila ishte arsyeja reale për këtë shtyrje? Që paraprakisht ndoshta ne duhet të bisedojmë për rrjedhën se si ka ardhur deri tek dita e djeshme apo shtyrja e seancës. Sidoqoftë, seanca e djeshme është shtyr me vendim të kryesuesës së seancës konstitutive të Parlamentit të Kosovës, zonja Brovina, duke pas parasysh një fakt që për ne është shumë i rëndësishëm, iniciativën e presidentes së vendit, që ka fillu konsultat apo bisedat me liderët e partive politike, për të gjetur një zgjidhje më të mirë, një gjuhë të përbashkët mes të liderëve të partive politike, që nënkupton në mes të partive politike, për të kaluar. Pse ju të thirreni në emrin e presidentës, zoti Grabovci, ajo është çështje e ndarë, proces i ndarë? Sepse arsyetimi i zonjës Brovina ishte pikërisht kjo, ndërlidhej me konsultat që po vazhdon t'i mbaj presidentja e Kosovës me liderët e partive politike, ndërkaq reagoi menjëherë presidentja dhe tha se konsultat e saj janë çështje të ndara me procesin e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Është shumë e vërtetë se janë çështje të ndara me konstituimin e Kuvendit të Kosovës, po kanë të bëjnë pikërisht drejt për së drejti me të njëjtin problem, me zgjidhjen e ngërçit politik, po e themi, apo më mirë ndoshta edhe ta cilësojmë si të krizës institucionale në vend. Por ai takon zonjës Brovina që të gjykojë dhe të vlerësojë se kur është momenti i duhur për ta thirrur seancën dhe a duhet të arrijë paraprakisht marrëveshje me subjekteve politike. Po nëse ne nuk duam të lëshojmë në avantura, të shkojmë dhe të provokojmë situatat edhe më tutje, ne atëherë duhet të respektojmë iniciativat që ka marrë presidentja e vendit, dhe kjo nuk ka qenë kërkesë e zonjës Brovina, as e vetëm Partisë Demokratike të Kosovës, po ka qenë kërkesë e gjitha subjekteve politike, e shoqërisë civile, e gjithë qytetarëve të vendit, Shtyrja e seancës, të cilët kanë kërkuar që presidentja e vendit të ushtroj kompetencat e veta për të gjetë një zgjidhje për zblokimin e situatës në vend. Por nuk kanë kërkuar shtyrje të seancës. Lutem, tash, kur ka fillu iniciativa e presidentes për të zhvillu konsulta, për të marrë mendimet, për të dëgju vlerësimet, sugjerimet e gjithë liderëve të partive politike, por gjithsesi edhe ai sigurisht se ka sugjerimet e veta, çfarë kuptimi do të kishte që ne të vazhdojmë në anën tjetër njëkohësisht mbajtjen e seancës pa gjetjen e ndonjë gjuhë të përbashkët. Prandaj unë mendoj dhe vlerësoj se zonja Brovina ka vepruar shumë drejt, ka vepruar në përputhje me interesin e qytetarëve të vendit, në përputhje me interesin e gjetjes së zgjidhjes për të zhbllokuar këtë situatë. Por interesi i askujt, zoti Grabovci, për këtë besoj pajtohen të gjithë. Nuk është shtyrja e proceseve, është konstituimi sa më pari Kuvendit dhe formimi i qeverisë së Kosovës, sepse ka kaluar një kohë e gjatë që prej mbajtjes së zgjedhjeve. Konstituimi i Kuvendit ka qëndruar të ndodhë me datën 17, që në seancën e parë konstituive, të ndodhë ashtu siç ka ndodhur gjatë legjislaturave të mëhershme, sepse seanca konstituive ka qenë një seancë shumë formale, më tepër ka qenë një ceremoni ku kem shku të gjithë, edhe o zgjedh kryetari i parlamentit, o janë zgjedhur nënkryetarët, o konstituu kryesia e parlamentit dhe i është hap rruga konstituimit të institucioneve të tjera qeverisë apo ekzekutivit. Megjithatë, në këtë rast, në këtë legjislatur nuk ka ndodhur e njëjta gjë, sepse kemi një problem tjetër, kemi një ndarje në dy bloqe, që absolutisht kemi veprimet kushtetuese, ligjore dhe ato të cilat
janë jo kushtetuese dhe jo ligjore. Kemi veprime që kanë ndodhur në kundërshtim, që janë në kundërshtim me atë që është më e rëndësishme, me vullnetin e sovranit që është qytetari i vendit. Zgjedhjet që kanë ndodhur në Republikën e Kosovës, ne kanë qenë zgjedhje të shumë pritura, jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por për të gjithë miqtë e Kosovës që ne të kemi zgjedhje vërtet të mira, të lira dhe demokratike. Dhe besoj se zgjedhjet e fundit kanë qenë të tilla që kanë përmbush një kriter shumë të rëndësishëm për qytetarët e Kosovës dhe për shtetin e ri të Kosovës. Ne kemi dhënë një provim shumë të rëndësishëm, kemi çuar një mesazh shumë të qartë, shumë të fuqishëm nga mbar bota demokratike, se tashmë shteti i Kosovës ka kapacitete të mjaftueshme, ka ndërtu kapacitete dhe ka mundësi për të organizuar vërtet zgjedhje të lira dhe demokratike. Por jo dhe për të ndërtuar institucionet pas këtyre zgjedhjeve. Lutem, me njëherë, pas përfundimit të këtij procesi, me shumë sukses, pas datës 8 qershor, ende përpa u marrë, pa u bërë certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve, ka ndodhur një krimi i një bloku, vërtet bllokues, që bjen ndesh edhe me vullnetin e qytetarëve të Kosovës, që bjen ndesh edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, që bjen ndesh edhe me rregulloren e Kuvendit, që bjen ndesh edhe me të gjitha ligjet. Prandaj pse bjen ndesh? Partitë mund të bashkohen, të formojnë koalicion, është normale. Vetvetiu zoni Mbrovina e ka detyruar që mos të shkojnë në Kuvend, dhe këtë e ka bërë në mënyrë shumë dashamirëse, dhe unë besoj dhe shpresoj fuqishëm që çdo qytetar i Kosovës që reflekton vërtet me gjaktësi, pa paragjykime, po mendon për të mirën dhe për interesin e përgjithshëm të vendit, për zgjidhjen e këtij problemi, të ngarqet politik dhe zhbllokimin e kësaj situate, absolutisht e përkrah iniciativën e zonës Mbrovina. Por ajo është ajo në rolin e saj që të gjykoj kur është momenti i duhur që subjektet politike të mirën vesh dhe më pastaj të vazhdohet seanca konstituive, sepse roli i saj megjithatë është vetëm ceremonial. I takon në bazë të moshës. Roli i zonës Mbrovina është shumë formal, ashtu pikërisht siç e ka thonë edhe ajo vetë. Edhe siç ka prit edhe ajo vetë, që është shumë formal. Zonës Mbrovina i jep atë rol mosha. I është i parapar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Edhe zonës Mbrovina, edhe zonës Rugova. Në seancën, kryesimin e seancës konstituive e bën deputeti më i vjetër dhe deputeti më i ri. Pra kjo është një përgjegjësi shumë formale. Po, por shtyrja duhet të bëhet në konsultim edhe me subjektet politike, këto e kanë thënë të paktën subjektet e tjera. Vendi jonë që po kalon ky proces, normalisht se situata është komplikuar pak më tepër se sa duhet. Ne kemi disa interpretime të gjykatës kushtetuese që këtë kompetencë e japin pikërisht zonës Mbrovina, e cila është përgjegjëse dhe është i vetmja që e lun aktualisht rolin të, po them kushtimisht, edhe të kryetarit të vendit. Është i vetmi njeri që thirr seancën apo vazhdimin e seancës konstitutive deri në përfundimin e saj, që nënkupton deri në konstituimin e Kuvendit të Kosovës, zgjedhjen e kryetarit dhe të nënkryetarëve. Por ajo duhet të marrë edhe pëlqimin e subjekteve të tjera politike për të bërë shtyrjen e seancës. Ndodhi për shembull javë më parë që seanca u shty pas kërkesës së listës serbe, e cila kërkoi kohë shtesë për konsultime. Por këtë herë nuk pati asnjë konsultim me asnjë prej subjekteve politike. Shiqo, ne këtu duhet të reflektojmë vërtet një realitet, ju po përkujtoni një veprim shumë të drejtë të zonës Mbrovina, kur kishim një kërkesë të një grupi politik të listës serbe për të shtyr seancën, dhe zona Mbrovina normalisht se me kërkesën e këtij grupi i ka ftuar të gjithë përfaqësues të partive politike, të gjithë kemi qenë, po përfaqësues të partive të bllokut, që po e quajnë vetveten, nuk kanë marrë pjesë asnjë prej tyre. Do të thotë edhe këtë rast e kanë refuzuar.
Prandaj, Zonja Brojina, edhe disa rastet e tjera, kur Zonja Brojina ka kërku që të konsultohen përfaqësuest e partive politike, përfaqësuest e blokut, apo liderët e partive të blokut, janë deklaruar se ne nuk do t'i përgjigjim ftesës së Zonjës Brojina. Dhe kjo ishte arsyeja që ajo mos konsultohej me asnjë prej Në subjekteve rastin politike? konkret, Zonja Brojina ka pa, atë ditë kanë filluar rundi i dytë, po e quajtë bisedimeve, dhe kanë filluar bisedimet të rritet intensiteti i këtyne bisedimeve, dhe me shpresën dhe besimin që do të gjendet një rrugë zgjidhje, do të gjendet një marrëveshje e liderëve të partive politike dhe do të, kur të shkojmë në seancën e radhës, jo të shkojmë sa për të thënë, po të shkojmë dhe të zblokojmë situatën, të përmbushim obligimin tonë që kemi si përfaqësues të popullit, të zgjedhim kryetarin e kuvendit, të zgjedhim nënkryetaret, të konstituojmë parlamentin dhe të hapim rrugën e konstituimit të institucionet e tjera. Po, do me thënë kjo është kërkesë e PDK-s. Absolutisht nuk ka të bëj me PDK-n. Por Zonja Brovina, po ashtu është edhe deputete e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne duhet mësojmë të gjykojmë në një formë tjetër. Normalisht se Zonja Brovina është deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, është antare e kryesisë e Partisë Demokratike të Kosovës dhe përket ndihem shumë mirë dhe ndihem krenar pse i takon Partisë Demokratike të Kosovës. Por është një njerëz me një të kaluar shumë të lavdishme, ka meritet jashtëzakonisht mëdha, edhe atëherë kur nuk ka qenë fare Partia Demokratike e Kosovës, Zonja Brovina ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për të arritë Kosova. Por apo e ke përdor rolin e saj tash, zoti Grabovci, dhe a qëndroni pas kësaj ju PDK-ja? Me përgjegjësi plot se Zonja Brovina ka bë përpjekje që ta luajë rolin e vet, vërtet neutral, dhe mos të ndikohet nga asnjë një subjekt politik dhe në rastin konkret as nga Partia Demokratike e Kosovës, por të shpreh vullnetin e vet, bindjet e saj dhe në përputhje me ato bindje që unë besoj se çdo qytetar i Kosovës, i cili don të reflektojë vërtet dhe të gjykojë drejt mbi bazën e arsyes në përputhje me interesin e qytetarëve të vendit, Zonjës Brovina do t'i jap të drejtë pse kanë marrë atë vendim. Dhe çdo kush, çdo njeri i cili do të ishte në pozitën e Zonjës Brovina, jam thellësisht i bindur se do ta merrte të njëjtin vendim, sepse nuk ka alternativë tjetër. Ose të shtyhej seanca, ose ne të shkojmë, të rrim, të bëjmë një akt formal dhe të kthehemi prapa dhe mos bëjmë asgjë. Prandaj, këtu, Zonja Brovina e ka shpreh vullnetin e saj të mirë që ne të gjejmë një zgjidhje dhe në rastin konkret të japim mbështetje iniciativës së presidentes, që presidentja e vendit ka mbështetjen e plot të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo iniciative presidente, zoti Grabovci, është mbështetur nga të gjitha subjektet politike dhe organizatat shoqërisë civile. Të gjejnë një zgjidhje. Prandaj të gjitha subjektet politike, shoqëria civile dhe qytetarët e Kosovës duhet të dëshmojnë me veprime konkrete. Jo vetëm në aspektin deklarativ, po mbështetje ta përkrahim edhe me veprime. E përkrahim me veprime është pikërisht kjo, se nuk mund të njëjtën kohë për të njëjtin problem të zhvillohen dy. Lutëm. Prandaj, ka filluar një proces, nuk mund të jenë të ndara. Se po diskutohet për të njëjtin problem, për të njëjtën çështje. Dhe kjo duhet të respektohet iniciativa e presidentes. Dhe duhet pritet derisa të përfundojë kjo iniciativë e presidentes, që ne kemi dëshirë që kjo të përfundojë me sukses të plotë. Që ne kupton gjetjen e një gjuhës së përbashkët dhe morën një vendim i cili do të na çojë në zhbllokimin e jetës institucionale. Apo e kërkon këtë shtesë, zoti Grabovci, me ngulm PDK-ja në mënyrë që të arrijë synimet e saj për të ndërtuar institucionet, siç keni thënë pasi jeni parti fituese e zgjedhjeve, partia e para që ka dalë në zgjedhje. Shiqo, Partia Demokratike ka vetëm një kusht. Partia Demokratike kërkon, kushti i vetëm është respektimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
respektimi i institucioneve të Republikës së Kosovës, respektimin e vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe kush nuk po i respekton? Dhe atë le ta vlerësojnë edhe qytetarët, le ta vlerësoni edhe ju, dhe kjo është shumë e dukshme. Vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe interpretimin e parë, që është bërë me kërkesën e presidentes së vendit, edhe interpretimi i dytë, që është bërë me kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ka vërtetuar se Partia Demokratike e Kosovës është parti institucionaliste, është parti e cila respekton kushtetutën, respekton rregulloren, respekton ligjet, respekton vullnetin e qytetarëve të Kosovës të shprehur nëpërmes votës së tyre të lirë. Dhe të gjithë ata të cilët veprojnë në të kundërtën nuk njohin kushtetutën, nuk respektojnë vullnetin e qytetarëve të Kosovës, nuk respektojnë rregulloren e Kuvendit të Kosovës dhe ata duhet të ndalen dhe të mendojnë shumë seriozisht për interesat e qytetarëve të vendit, për procesin i cili është në një fazë tepër të ndihshme, tepër delikate. Nuk e kemi ne komoditetin që të sillen me kaq, nuk kemi kushte të sillen me kaq komoditet. Sepse ne kemi përgjegjësi të jashtëzakonshme. Kosova ende ka disa procese të cilat janë të hapura. Dhe ato duhet të përmbyllen. Dhe ato duhet të përmbyllen me sukses. Dhe përmbyllja e tyre me sukses nënkupton një koordinim, një bashkëpunim tonin të mbrëmshëm. Çfarë të drejtë kemi ne të kërkojmë mbështetjen nga miqtë tonë ndërkombëtar? Mbështetje ke e cila nuk na mungon, ku ne nuk jemi në gjendje të ulim të bisedojmë me njëri tjetrin. Ndërsa kërkojmë të bisedojmë dhe jemi të gatshëm të bisedojmë me gjithkund tjetër. A do të mund të kemi një takim të tillë gjatë ditëve të ardhshme, zoti Krabovci? Po Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk është udhëheq nga logjika e përjashtimit të askujt, përkundrazi ne kemi treguar vullnetin tonë të mirë që të bashkëtulem, të dialogojmë me të gjithë subjektet politike, me të gjithë përfaqësuesit të shoqërisë civile, edhe me intelektualet e pavarur, dhe kemi bërë përpjekje në vazhdimsi që mos ta përjashtojmë askon. Por pse ata nuk dëshirojnë madje as të takohen me juve dhe me zotin Thaçi? Pse bloku LDK Akonisma, liderët e tyre nuk dëshirojnë madje as të takohen me zotin Thaçi? Unë mendoj se kjo pyetje më tepër takon të ju bëhet atyne. Cilat janë arsyet? Gjatë kësaj kohe keni pasur mundësi ndoshta edhe të analizoni pse ata jo vetëm që nuk kanë pranuar të vjenë në një koalicion me ju, por kanë thënë se madje nuk do të pranojnë as të takohen me zotin Thaçi. Absolutisht, unë po e përsëris. Unë mund të flas për qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne nuk e përjashtojmë askënd. Ne kemi treguar vullnetin tonë të mirë, gatishmërinë tonë, të respektojmë ABC-n e demokracisë, që është dialogu. Aty ku nuk ka dialog, aty nuk mund të bëhet fjalë as për demokraci. Prandaj ne jemi përcaktuar të kemi një shtet vërtet demokratik. Është i pashmangshëm dialogu në këtë rast me që qëndrimet e juaja nuk po lëvizin. Ju po qëndroni në ato se keni të drejtën për të pasur kryeparlamentarin dhe për të ndërtuar qeverinë. Në anën tjetër bloku LDK Akonisma dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se e kanë shumicën parlamentare për të ndërtuar institucionet. A është i pashmangshëm dialogu mes jush për të arritur tek një zgjidhje? Që në kushtet e demokracisë normal se as kush nuk e merr shumicën për të formuar institucionet vetë. Mbi 50% të elektoratit. Absolutisht, edhe po të arrinte Partia Demokratike e Kosovës që të ketë mbi 50%, unë do të reja që mos të instalojmë një sistem një partjar, sepse kemi vujtë edhe i dim pasojat e sistemeve të tilla. Por, në pluralizëm, në sistemin demokratik, mbahen zgjedhjet, kemi pluralizëm, kemi shumë llojshmëri të partive politike, kemi oferta të gjitha subjekteve politike, që në gjatë garës elektorale të gjithë shpalosin ofertat e tyre, dhe ai që ka ofertën më të mirë, ai subjekt politik që arrin të bind
elektoratin se oferta e tij ka perspektivë më të mirë, se ofron një jetë më të mirë, se ofron siguri e kështu me radhë për qytetarët e vendit, ai fiton shumicën. Dhe në rastin konkret, Partia Demokratike e Kosovës ka pas ofertën e vet, e cila është vlerësuar nga qytetarët e vendit si oferta më e mira dhe kemi dalë partia e parë. Dhe me një diferencë jo të vogël me partinë e dytë dhe është shumë normale çdo kund në botën demokratike partia e parë që fiton zgjedhjet fillon pastaj bisedimit me subjektet e tjera për të gjetë partner. Lutem, për të gjetë partner për të ndërtuar institucionet e reja të vendit, kuptohet në përputhje me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Dhe çdo veprim tjetër i cili bjen ndesh me vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ai humb edhe kuptimin. Në çfarë logjike do të ketë sikur ne të lejojmë që të instalohet një praktikë e tillë? Çfarë kuptimi do të kenë në të ardhmen organizimi i zgjedhjeve? Cili do të jetë motivi i qytetarëve të vendit për të votuar për një subjekt që e përkrah për një ofertë e cila është më e mira dhe për dalë oferta e parë. Po çka nëse partia e parë, zoti Grabovci, nuk arrin të ketë partner të koalicionit, të fitoj partner të koalicionit, çka nëse nuk arrin të ketë numrat? Dhe në rastin konkret, ku është problemi? Është tek ju apo është tek pjesa tjetër që po u thon jo vazhdimisht prej përfundimit të zgjedhjeve? Në rastin konkret është individët e caktuar, që e them me përgjegjësi të plotë se edhe antarësia, edhe deputetet e këtyre subjekteve politike nuk mendojnë njëjtë siç mendojnë përfaqësuesit e tyre, liderët politik. Ku e bazoni këtë? Në anën tjetër, po këtë e bazoj te kontaktet të mia të drejtë për drejtë që kam komunikim të drejtë për drejtë dhe raporte shumë të mira me deputetet e gjitha partive politike. Asnjëherë në jetën time nuk jam udhëheq nga ajo logjika e përjashtimit, distancimit, po përkundrazi, edhe nëse me dikon kem bindje të kundërta, mendojmë ndryshe për zgjedhjen e një problemi, për mua nuk do të thotë se dhe ta shoh tjetën si armik. Përkundrazi, unë kam shpreh dëshmërinë, dëshirën dhe jam ul, kam bisedu, kam debatu dhe në shumicën e rasteve ne kemi gjetë gjuhë të përbashkët dhe kemi zgjedhur variantën më të mirë. Unë i referohem edhe mandatit tonë të kaluar legjislaturës së kaluar, kur në shumicën e rasteve kam gjetë një gjuhë të përbashkët, një pajtueshmëri me deputetet e partive të tjera politike. Ka pas raste kur iniciativat e një subjekti politik, qoftë të pozitës apo të opozitës, grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka dhënë mbështetje, kur kem vlerësuar se vërtet është një iniciativë e drejtë që shkon në dobi të procesit, që shkon në dobi të mbrojtjes së interesave të qytetarëve të vendit. Edhe në rastin konkret, unë kam vazhduar praktik, kam kontaktuar dhe kam raporte shumë të mira miqësore me shumë deputet, edhe të LDK-s, edhe të AK-s, edhe të vetëvendosjes dhe të nismës dhe të subjekte tjera, dhe kem absolutisht të them me përgjegjësi plot pa asnjë hezitim se shumica e këtyre deputetëve nuk pajtohen me këtë blokadë që ka ndodhur në vendin tonë. Me blokadën nuk pajtohet askush, por çka konkretisht keni biseduar me këta deputet dhe kur ju referoheni atyre, çka tentoni të thoni në fakt? Janë të pakënaqur me iniciativën që kanë marrë liderët e partive të tyre apo diçka tjetër? Absolutisht unë e them me përgjegjësi plot se po të krijohet mundësia deputetëve të kuvendit të Kosovës, nga 120 deputet të kuvendit të Kosovës, vërtet të shprehin vullnetin e tyre shlirshëm, pa ndikim, absolutisht kjo blokadë nuk do të ndodhte. Kryetari i kuvendit do të ishte zgjedhur me kohë. Dhe nëse do ta kishim edhe kryesin, edhe kuvendin, edhe qeverinë të reja dhe do të ishim duke punu. Se thoni se ata nuk mund të votojnë shlirshëm? Mirë po realiteti i jonë është ky që është dhe ne tash duhet të presim derisa të gjinet një zgjidhje më e mirë dhe në anën tjetër, absolutisht, unë nuk janë numrat gjithë një atat absolutisht se mohoja të drejtë, të çdo kuj. Rëndësinë e numrave. Është shumë e vërtetë se shumica vendos
Mirë po vendimet në demokraci nuk ka anarki. Demokracia ka rregullat e veta, ka ligjet e veta. Dhe duhet të përmbajmë, duhet të respektojmë, dhe ne duhet të punojmë në përputhje të plot me ligjet në fuqi. Ne absolutisht edhe 120 deputet të bëhen, nuk guxojnë me marrë vendim i cili bjen ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk guxojnë as 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës të binë ndesh, të veprojnë, të marrin vendime në kundërshtim me rregulloren e Kuvendit të Kosovës. Po, 81 deputet kanë të drejtën e tyre për të marrë iniciativë për plotësim të ndryshim të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, për plotësim ndryshim të gjitha ligjeve, por përderisa këto ligje janë në fuqi, ne jemi të obliguar të respektojmë. Dhe këto janë obligative për të gjithë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë se i ke numrat apo si ke numrat. Këtu bëhet fjalë spari, po numrat, shumica vendos dhe por gjithsesi duhet të respektohet kushtetuta. Para se të kalojmë te numrat, zoti Grabovci, thatë se jeni takuar me deputet të gjitha partive politike të LDK-s, AK-s, Nismës dhe të vetëvendosjes. Dhe thatë se shumica e tyre po të mundsonin që të votojnë lirshëm, do të zhbllokonin situatën e krijuar. Çka do thotë kjo shumica? A ka numra dhe a ka emra? Kush janë këta deputet? Që takimet e mia janë të përditshme me gjithë deputetet e partive tjera. Edhe sot deri në këtë moment, para orës në studion e juaj, unë të paktën me 5 apo 6 deputet kam pi kafe, kem biseduar dhe nuk ka qenë biseda të tjera, ne kemi vetëm një shqetësim. Se si të zhbllokohet. Por ata po thonë se nuk po takohen me ju. Absolutisht, unë nuk e besoj ata që takohen që e mohojnë një gjatë të tillë. Në mënyrë absolute nuk e besoj. Po këtu është bërë praktikë që një të flet me emër të gjithë, ashtu si mendon dhe si shef gjerë ataj. Prandaj, ne absolutisht nuk jep vetes të drejtë të them në këtë studio, edhe nëse bardh një përgjegjësi në partinë time, edhe pse ende jam duke luajtur rolin e shefit të grupit parlamentar, unë nuk jep vetes të drejtë të them se jo deputetët e Partisë Demokratike nuk takohen, nuk pinë kafe me deputetët e partive të tjera. Përkundrazi, unë i inkurajoj që deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të krijojnë raporte bashkëbisedim, komunikim të vazhdueshëm me gjithë deputetët e Parlamentit të Kosovës. Sepse në fund fundit aty ku nuk ka bashkëpunim, aty ku nuk ka koordinim, aty nuk ka dhe sukses. Prandaj ne jemi të interesuar që të kemi sukses. Pse lideri i partisë suaj po kërkon që të paktën të pi kafe me liderët e partive të tjera. Nëse ju thoni se vazhdimisht takoheni me deputet të partive të tjera, që do thotë se ka komunikim. Çfarë që ka nga una e liderit të Partisë Demokratike, nëse kërkon dhe shpreh dëshirën, vullnetin që takohet, bisedoj me liderët e partive tjera politike apo me këtë qoftë në Kosovë, absolutisht unë këta e vlerësoj si shumë pozitive. Nëse kryetari i Partisë Demokratike do të refuzonte takimet, bisedat, debatet me të tjerët, vërtet ajo do të ishte shqetësuese për mua dhe do të ishte e papranueshme dhe unë nuk do të pranoja si një aktivist në fund si një antar i Partisë Demokratike të Kosovës. Po unë do ta çertoja dhe do të kërkoja që kryetari i partisë sime të veprojë të kundërt, të shpreh gatishmërinë, dëshirën, vullnetin e mirë për të ulë, për të biseduar me gjithë përfaqësuesit të partive politike, po edhe të shoqërisë civile dhe me shumë intelektual të pavarur, të cilët vlerësoj se ne këto kapacitete ende s'kemi mund që t'i mobilizojmë, t'i aktivizojmë dhe t'u mundsojmë që edhe ata të japin kontributin e vet në ndërtimin e shtetit të Në komunikimet Kosovës. që thoni se i keni pasur me deputetet e partive të tjera, a keni arritur që të bindni ndonjërin prej tyre që ta votoj kandidatin tuaj për krye parlamentar, sepse kohëve të fundit e dim gjithë që janë përmendur, ka pasur shkrime të ndryshme se PDK-ja po tenton që të blejë deputet të partive të tjera me kusht që ata të votojnë për kandidatin e PDK-s për krye parlamentar. Që komunikimi, gjetja gjuhës së përbashkët për të votu është diçka tjetër. Dhe kjo që thatë ju blera që ndëgjohet nëpër media
është fyrja... Po, atje ka pasur shifra milionçe që ju janë premtuar deputetëve të është fyrja saktuar. më e madhe që u bë deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Deputetët janë përfaqësues të popullit. Nuk ka pasur Dhe ata tentativa unë nuk të e tilla. nuk e besoj se ka deputet as që shitet, as që blehet. Por ka deputet të cilët reflektojnë, deputet të cilët vërtet gjykojnë drejt mbi bazën e arsyes, mbi bazën e argumenteve, që vlerësojnë drejt për procesin dhe u përgjigjen kërkesave të kohës në përputhje me interesin e qytetarëve të vendit. Dhe a keni arritur të gjeni të tillë në mesin e deputetëve me cilët jeni takuar? Me përgjithësi të plotë se ka deputet të tillë, por të cilave parti? ne duhet të kemi parasysh një fakt. Ta dallojmë ardhjen në pushtet që mund të ndodhë edhe janë të mjaftueshëm 61 vota. Por, po të pyetëm unë, edhe nga përvoja e ime, nga mandati kalum, unë nuk dëshiroj që vendi im të ketë një qeverisje, apo me një fuqi minimale politike, vendimarrëse në Parlamentin e Kosovës, sepse kjo nuk do të jetë e qëndrueshme, nuk do të jetë frydonse. Jam shumë i vetëdijshëm se legjislaturën e ardhshme që seancat e para e presin vendime jashtëzakonisht të vështira, me përgjegjësi të jashtëzakonshme. Dhe këtë përgjegjësi nuk mund ta bartë një legjislaturë e brisht, po një legjislaturë shumë e fuqishme. Dhe është pjesa e dytë, lutem, pjesa e dytë që nëse duam të mendojmë për shtet, për stabilitet vendit, atëherë është i domosdoshëm një koalicion i madh, me një fuqi më të madhe politike. Që i bie koalicion qeveri gjithëpërfshirëse apo koalicion me sysh të LDK-s? Vendimmarrëse, që do të jetë në gjendje të përballojë kërkesat, të përballet me sfidat dhe të ngadhnjej. Koalicion PDK-LDK apo një qeveri gjithëpërfshirëse? Po unë them, ju mund ta komentoni si të doni, po për mua është i domosdoshëm një koalicion stabil që premton sukses për në të ardhmen. Po, pse thoni se i keni 61 numra? Sepse kohëve të fundit jeni njohur shumë, vazhdimisht keni thënë se i keni numrat, por nuk u vërtetua kjo deklaratë juaja të paktën në seancat e kaluara të Kuvendit Kosovës, ku kandidati juaj seancën e fundit mori vetëm 44 vota. Unë e them edhe sot pa asnjë frikë që mund dhe është mundësia për të pas numrat për të ardhur në pushtet. Është mundësia apo përcaktimi i Partisë Demokratike të Kosovës nuk është lufta për pushtet. Është mundësia për të pasur numrat, zot Grabovci, apo i keni numrat? Angazhimi i ynë për të pas shtet, për të pas institucione stabile, për të pas një legjislaturë vërtet vendimmarrëse, që po e përsëris do të jetë në gjendje të përballet me sfidat të cilat na presin në të ardhmen tonë të afërt. Po, do me thënë nuk i keni numrat. Ne grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka 37 deputet. 36 sepse një ka ndërheqje. Dhe po e them, po e përsëris, ka mundësi që të gjenden deputet të cilët do të votojnë dhe janë të gatshëm të votojnë për të zhbllokuar jetën dhe për të ecë përpara. Po, a i keni gjetur deri më tash këta deputet? Këtë do t'ja lajm kohës, kur do të vlerësohet se është e nevojshme të ndërmirët edhe një hap i tillë, ne do ta ndërmarrim. A i keni gjetur? Por angazhimi ynë do të jetë që ne të gjejmë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Dhe zgjidhja më e mirë e mundshme është ndërtimi i një legjislature stabile, me një fuqi të madhe politike. A i keni gjetur këta numra? A është e sigurt se i keni këta deputet që në momentin e fundit do të votojnë për ju? Para nesh është të zhvilluar një proces i ri, është iniciativa e presidentes së vendit, dhe ne do të presim epilogun e këtyre bisedimeve, dhe pas këtij epilogu që ne kemi dëshirë që presidentja të gjejë zgjidhjen dhe ne të ecim tutje. Dhe nëse ky veprim, atëherë ne do të shohim zgjidhje të tjera. Po, presni që të ketë ndonjë zgjidhje ose të propozoj presidentja zgjidhje pas konsultimeve? Ne nuk kemi shumë zgjidhje. Ose duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës,
t'i hapet rruga konsilimit të qeverisë së Republikës së Kosovës, ose duhet të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Nuk kemi rrugë të tretë. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës është për rrugën e parë, që ne të gjejmë zgjidhje në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në përputhje me ligjet e Kosovës, sepse nëse ne nuk e respektojmë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ne atëherë nuk e respektojmë shtetin. Po, që nën kupton se ju e keni të drejtën e propozimit të kandidatit për kryeparlamentar, zoti Grabovci, por kjo nuk do të thotë se PDK-s do t'i takoj kryeparlamentari, pasi mund të propozoni edhe ndonjë kandidat tjetër të partive të tjera, apo jo? E si do ta propozojmë ne pa një marrëveshje një kandidat të partive tjera politike? Dhe do t'jeni të gatshëm ta bëni një gjë të tillë nëse partitë e tjera takohen me ju? Lutem, ju po dëni me qit kulmin e shtëpisë pa qit themelin. Nuk shkon. Ne duhet spari të ndërtojmë një themel, një bazament shumë të fuqishëm, duhet pastaj inxhinierët e lamis përkatëse të analizojnë peshën se sa mund të bardh dhe pastaj vjen çatia. Prandaj ne po kërkojmë paraprakisht, kësaj duhet të parapri një marrëveshje me subjektet e politike, në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ne nuk po kërkojmë asgjë. Do të ishit në gjendje që të propozoni dikë tjetër, jo zotin Bajrami ose jo ndonjë deputet tjetër të Partisë Demokratike? Varet nga marrëveshja. Absolutisht kjo është e kurzuar. Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka asnjë kusht. Partia Demokratike ka vetëm një kërkesë dhe një thirrje të respektojmë Kushtetutën, të respektojmë ligjet, të respektojmë institucionet, për cilat kemi punu të gjithë së bashku, dhe kemi punu shumë. Dhe ne nuk guxojmë që të bim ndesh me ligjet tona me Kushtetutën. Dhe nuk është problem për ju posti i kryeparlamentarit apo edhe qeveria? Ne bim ndesh me interesat e qytetarëve të vendit. Dhe nuk është problem për ju, zoti Grabovci, që të propozoni dikë tjetër për kryeparlamentar nga partitë e tjera dhe të shkoni në opozit, sepse është thënë këto ditë se jeni mësuar, ndoshta me pushtet dhe keni vështirë tash të shkoni në opozit. Absolutisht, Partia Demokratike e Kosovës ka din shumë mirë me luajt rolin edhe të opozitës, dhe kur kemi qenë në opozit, kemi qenë shumë konstruktiv, dhe kemi kuptuar rolin tonë dhe kërkesat dhe interesat e qytetarëve të vendit, ne kemi dhënë kontributin tonë. Ju kemi përgjigj në çdo kohë. Dhe Partia Demokratike edhe atëherë kur ka qenë në opozit, ka luajtur rolin e vet konstruktiv dhe ka vepruar në vazhdimsi në përputhje me interesat e qytetarëve të vendit, në përputhje me procesin dhe ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm që procesi të ecën përpara dhe Kosova të mri këtu ku kemi mri sot, ta kemi pavarësinë, të kemi institucionet tona, të kemi ligjet tona dhe të ecim tuti, të hapim rrugën e perspektivës drejt bashkimit evropian. Po kërkohet, zoti Grabovci, që njëra palë duhet të lëshoj pe në emër të interesave nacionale të shtetit Kosovës. A do t'jetë në gjendje PDK-ja që ta bëjë një veprim të tillë dhe të shkojë në opozit? Si duhet ne ta bëjmë një veprim të tillë? Me që nuk i keni numrat të ndërtuar institucionet, si do t'ja bëni që të po mirë, pa një marrëveshje, a mund ne tash të ndërmarrim një veprim të tillë? Cila është ajo zgjidhje? Çfarë logjike ka? Të vi Partia Demokratike e Kosovës dhe të luti sa Mustafën apo cilin do tjetër ta propozoj, unë po të propozoj ty për kryetar të kuvendit? Lutem, këto janë absurde. Ne duhet të gjithë pa preshtim të bëjmë thirrje dhe të kërkojmë nga të gjithë. Respektoni Kushtetutën, dhe këtë thirrje e bëni pasi jeni të vetëdijshëm tashmë se nuk i keni numrat dhe duhet patjetër të ketë një marrëveshje me subjektet e tjera, nuk mund të bëni asgjë vetëm. Shiqo, është të vërtetë se bloku po thirret se i ka numrat. Po ona ligjore nuk është në onën e tyre. Vullneti i qytetarëve të Kosovës që përcakton nuk është në onën e tyre. Është në onën e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe çdo veprim i joni do të bie ndesh me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Do të bie ndesh me vendim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Prandaj edhe po të duam ne me u tërheq vullnetarisht, hajde urnoni ju veprani. Kushtetuta s'na lejon, sepse kush do qoftë që e çon
në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese do ta hull poshtë. Ashtu siç ka ndodhur me interpretimin e këto vendime. Prandaj ne nuk po dom të lejojmë vetvetes se të bëjmë avantura, sepse nuk kem kohë. Ne edhe ashtu kemi humb kohë shumë. Nëse dikush ka nevojë me punu 1 orë, ne kemi nevojë me punu 5 orë për të ecë drejt atje ku synojmë. Sepse kemi shumë punë për të bërë. Kemi rrugë të vështirë për të kaluar. Natyrisht kjo është thirrja edhe ndërkombëtarëve që shumë parë të krijoni institucione. Ne jemi shumë të vetëdijshëm se edhe po të mobilizojmë të gjithë kapacitetet tona nuk janë krejtësisht të mjaftueshme për të rezistuar dhe për të përballë me sfidat që na presin. Pra, ju po bëni thirrje për një marrëveshje para se të shkohet në seancën e ardhshme? Normalisht, jo të po bëjmë thirrje, po është e domosdoshme nëse ne kemi vullnetin e mirë, edhe subjektet e tjera, sikur Partia Demokratike e Kosovës, për të zhbllokuar jetën tonë institucionale, për të jap vendit tonë institucionet e reja, marrëveshja është e domosdoshme. Para 9 tetorit, sepse ata kanë kërkuar që seanca vazhdimi i seancës konstituive të bëhet me 9 tetor. Marrëveshja është e domosdoshme paraprakisht të ndodhë. Dhe ne kur shkojmë në seancën konstituive, vërtet ajo seancë të jetë ashtu siç e meriton, një seancë thjesht shumë formale, një ceremoni, një seancë festive, siç ka ndodhur në të kaluarën dhe ne të ecim tutje. Po, dhe ju nuk do të propozoni, për shembull, zotin Bajrami ose dikë tjetër në seancë të provoni që t'i merrni votat e nevojshme pa u marrë vesh me subjekte të tjera politike? Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, si kandidat për kryetar të Kuvendit të Kosovës, ka propozuar dhe ka profesor Arsim Bajramin. Dhe ne do të vazhdojmë kështu. Dhe do ta propozoni atë edhe në seancën e ardhshme? Po normalisht, përderisa nuk ka ndonjë ndryshim, atëherë ne duhet vazhdojmë atutje. Por ne po presim që të gjetë një gjuhë e përbashkët, të kemi një marrëveshje dhe të përcaktohem me partnerët tonë të mundshëm që vërtet kryetarit e zgjidhur dhe kryetari normalisht se kryetari i kuvendit është e qartë në atë moment që zgjidhet si kryetar, ai nuk do të takoj as të një subjekti politik, po duhet të bëj përpjekje që ta luajë rolin e vet të neutral. Po. Dhe seanca e ardhshme do të caktohet me 9 tetor, zoti Grabovci? Unë nuk e di që është caktuar ndonjë seancë. E di që nuk është caktuar, por kërkesa është bërë për atë datë. Ende nuk është përcaktuar dhe unë nuk kam informacion që ka. Por bloku ka thënë se seanca e ardhshme duhet të mbahet më së largu në mesin e javës së ardhshme. A do të mund të ndodhë kjo? Unë nuk e di a do të mund të ndodhë, nuk duhet të merrem me supozime, sepse është një punë me përgjegjësi që të merrem unë me supozime do të mbahet apo nuk do të mbahet. Unë e di se 4 deputet kanë të drejtë të thirrin në çdo kohë seancë të jashtëzakonshme. Mirë, po 4 deputet kur të marrin grumbullojnë në nënshkrimet e tyre, paraqesin arsyet e mbajtjes së seancës, i drejtohen kryesisë së parlamentit dhe kryesia pastaj cakton datën e mbajtjes së seancës. Në këtë rast kërkesa është drejtuar kryesuesës së seancës dhe presidentës. Në rastin konkret, ne nuk kemi kryetarët e parlamentit, nuk kemi kryesitë e parlamentit dhe unë nuk e besoj që nuk e di kush do të jetë ai i cili do të ketë atë përgjegjësi për ta caktuar seancën e jashtëzakonshme. 7 më herët se këtë rol e ka zonja Flora Brovina si kryesuese e seancës. Zonja Flora Brovina duhet të veprojë në përputhje me rregulloren e Kuvendit të Kosovës, në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Por ne tham më parë, po që ka këtë rol zonja Brovina, po zonja Brovina ka një rol shumë formal, që ja cakton Kushtetuta e Republikës së Kosovës sipas moshe. Dhe unë nuk e besoj që zonja Brovina ka të drejtën që të thirrë seancë të jashtëzakonshme. Jo seancë të jashtëzakonshme, por ta thirrë vazhdimin e seancës konstituive. Vazhdimin e seancës konstituive gjithsesi po. Po kur do ta thrasë? Do ta kemi javën e ardhshme seancën apo jo? Po mirë, ne bisedojmë. Sepse ajo paraprakisht do të konsultohet me juve, sepse ju lutem, ne thamë më herët, zonja Brovina s'ka pas drejt me thirrë seancë. S'ka pas drejt me shty seancën, tash ka të drejt
me thirrë seancë. Ju lutem, ne duhet të jemi parimor. Ka të drejtë apo s'ka të drejtë? Po kush ka të drejtë? Duhet të thirrën përfaqësues e partive politike për të marrë këtë vendim, apo s'duhet të thirrë ato? Zonja Brojina i ka shfrytzuar të gjitha këto mjete. Ka pas tentativa, kërkesat saj për të konsultuar me përfaqësues të partive politike. Dhe ju dini se nuk janë përgjigje. Zonja Brojina, seanca e parë, konstituive, me rregullorët të kuvendit, me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e thret presidentja e vendit, ndërsa e kryeson deputetja apo deputeti më i vjetër i kuvendit dhe deputeti i shoqëruar nga deputeti më i ri apo më i re e kuvendit. Dhe në rastin konkret, ka rastësisë që zonja Brojina të jetë deputetja më e vjetër dhe zonja Rugova të jetë deputetja më e re. Dhe këto kanë kryesu. Dhe këto janë të obligume deri në përfundim të kësaj seance, pra deri në konstituimin e kryesisë së Parlamentit të Kosovës të kryesojnë këtë seancë. Dhe sipas asaj që thatë zoti Grabovci deri më tash, i bie që vazhdim të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës nuk do të ketë deri në arritjen e një marrëveshje me subjekteve politike? Jo, unë mund të them atë që mendoj unë si deputet, ndaqë si qytetar, si individ, absolutisht unë e shoh të domosdoshme paraprakisht që të kemi një marrëveshje, pastaj të caktojmë seancën konstituive, ku do të kemi konstituimin e Parlamentit të Kosovës, pas zgjedhjen e kryetarit dhe të kryesisë së Parlamentit, dhe do të kemi edhe institucione të tjera të reja të vendit. Por pse nuk po lejohet që të ketë debat brenda seancës? Kjo ka qenë kërkesa kryesore e bllokut LDK, AK, Nisma dhe Lëvizjes Vetëvendosje, në mënyrë që të mos ketë takime të tjera të formateve të tjera, por debati të jetë pikërisht në brenda seancës së Kuvendit të Kosovës. I lutem, unë jam... Kjo ishte kërkesë madje edhe e djeshme e tyre kur ata hynë në seancën e Kuvendit. Ne jem absolutisht edhe në këtë rast. Një grup deputetësh kanë të drejtë të thirrin seancë për të debatuar për çfarë do çështje qofte ajo. Është një numër i caktuar i deputetëve, grumbullojnë në shkrimit, i drejtojnë kryesisë dhe kryesia është e obliguar që në afatin e parapar ligjor të caktojnë seancën dhe të thirrin debat. Po, por ajo është situatë tjetër. Megjithatë, në rastin konkret, ne gjykatës kushtetuese. Të kemi parasysh, unë nuk duhet flas çka kam dëshirë unë. Në shumë raste, dëshirat e mia ndoshta do të jenë tjera, por dëshirat e mia duhet të jenë në përputhje me rregullat ligjore të vendit. Demokracia i ka ligjet e veta, ka rregullat e veta. Aty ku s'ka ligj, aty ku s'ka rregull, aty i hapet rruga anarkisë. Dhe anarkia na çon në shkatrim. Prandaj, ne duhet të mësohem të respektojmë rregullat, të respektojmë ligjet tona. A ka fatkeqësi më të madhe për një vend, për një popull, se sa institucioni ligj vends të shkel mbi ligjet që ka nxjerrë vetë, që ka hartu vetë, që ka aprovu vetë, që ka votu vetë. Ku kemi ne të drejtë, pastaj të kërkojmë respektim të ligjeve nga qytetarët të tjerë, ku ne kthehemi dhe i shkelim ato që i kanë nxjerrë. Ne duhet jemi shembull për të mirë që i respektojmë ligjet, të cilat i kanë nxjerrë vetë. Ju lutem, unë po du vetëm të referohem ndaj Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ndaj rregullores së Kuvendit të Kosovës, seancën konstituive. Rendin e ditës, lutem. Zoti Grabovci, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese kërkon që deputetët të gjejnë zgjidhje. Lutem, gjykata kushtetuese kërkon gjetjen e zgjidhjes, po në përputhje me ligjet. Dhe nuk është në përputhje me ligjet debati, zhvillimi i debatit brenda kuvendit? Ju lutem, ne jemi në seancë konstituive. Dhe prapë i referohem rregullores së kuvendit. Rregulloria përcakton rendin e ditës së seancës konstituive.
Vendimi i gjykatës kushtetuese është zgjedhja e kryetarit mes tjerash dhe nuk parashef fare debat. Nuk parashef fare debat. Lutem, kompetencat e kryesuesës janë shumë të limituara. Ne thamë pare se edhe ju e thatë, janë shumë formale. Prandaj tash, ne kur po pëlqen, ju po doni mi zëru ato kompetenca. Ju lutem, nuk parashifet debatin në seancën konstitutive. Se absolutisht për Partinë Demokratike të Kosovës, ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm dhe i thtarë të debatit. Dhe jemi shumë të gatshëm të debatojmë për çdo gjë, për çdo problem. Sepse debati në vazhdimsi na ka sjellë të mendimet më të mira dhe më të drejta. Dhe thoni se është gabim që ata thirrën vazhdimisht në pikën 127 që kërkon, në fakt ata kërkojnë debat për gjetur zgjidhjen nga situata e krijuar. Shqo, pika 126 nuk do prapë të flas ashtu sipas dëshirës time dhe të interpretoj ligjet, kushtetutën sipas dëshirës, ashtu siç më konvenon mua, por ne kemi këtu edhe unë duhet ta lexoj komplet në pikën 127, ku thot: është e drejtë dhe detyrë të gjithë deputetëve të kuvendit që të gjejnë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarët e kuvendit. Është një presë, ju lutem. Dhe presa nuk thot përfundim, po është vazhdim. Në pajtim me dispozitat kushtetuese, në lidhje me rregulloret relevante të kuvendit dhe të bëjnë kuvendin funksional. Pra, gjithsesi, po deputetët duhet të gjejnë zgjidhje. Po duhet të gjejnë zgjidhje duke i respektuar rregulloren e kuvendit dhe kushtetutën. Ajo zgjidhje gjendet ashtu siç u thash duke komunikuar ne mes veti. Duke vlerësu situatën. Duke i pas parasysh interesat e qytetarëve të vendit. Duke i lënë me njën interesat e ngushta partijake apo individuale, por duke gjykuar në përputhje me interesat e qytetarëve të vendit, në përputhje me interesin e shtetit tonë dhe interesi i shtetit qanë në gjetjen e një gjuhë të përbashkët. Po, pra debati të zhvendoset jashtë seancës së kuvendit. Me këtë rregullore dhe krejt problemi ka ndodhur për shkak, nëse mund të themi, që ka pas paqartësi se kush është grupi më i madh politik, por këtë e ka bën organi më i lartë dhe i vetëm, institucioni që është i thirrur për të bën një interpretim dhe për të heqë të gjitha dilemat se kush është grupi më i madh politik. Dhe këtë edhe në interpretimin e parë me kërkesën e presidentes së vendit është bën një interpretim i tillë dhe është konstatuar shumë qartë se grupi më i madh politik është Partia Demokratike e Kosovës. Edhe në rastin e dytë është bën i njëjti interpretim që dhe konstatim se Partia Demokratike e Kosovës apo koalicioni PDK me partnerët parazgjedhor është grupi më i madh politik. Jemi në fund të emisionit, zoti Grabovci. Dhe ju lutem, në përputhje me rregulloren e kuvendit të Kosovës, propozimin për kryetar të Parlamentit të Kosovës e ka ekskluzivisht vetëm Partia Demokratike e Kosovës. Që kjo t'jep të kuptojmë se për të zhbllokuar jetën tonë institucionale duhet patjetër të kemi një marrëveshje në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe subjekteve të tjera politike. Dhe kjo marrëveshje nënkupton paraprakisht një dialog. Dhe dialogi ulën në tavolinë normalisht nënkupton edhe kompromisin. Dhe Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk është friksuar dhe nuk u friksuar. Dhe Partia Demokratike e Kosovës ka qenë shumë e gatshme të gjejë gjuhën e përbashkët dhe të zgjidhë problemet. Por paraprakisht të ulën të bisedojmë. Nëse dikush ka një zgjidhje tjetër, duke respektuar që është në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ne do ta përshëndesim dhe absolutisht nuk do të kemi asnjë
kundërshtim. Edhe një çështje të fundit, zoti Grabovci, sepse jemi në minutat e fundit të emisionit. PDK-n do ta shohim në pushtet prap apo në opozit në mandatin e ardhshëm që vjen? Po edhe po të doj Partia Demokratike e Kosovës të dalë në opozit, vetë është e pamundur, vullneti qytetarët të Kosovës, besimi që kem pas, Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe të gjitha ligjet në fuqi nuk lejojnë një gjatë të tillë. Prandaj Partia Demokratike Edhe pa gjetur partner? Prandaj Partia Demokratike e Kosovës jam shumë i sigurt, thellësisht i bindur që do ta vazhdoj realizimin e misionit ton të ri. Partia Demokratike e Kosovës do të qëndroj në pozit edhe për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar dhe jam shumë i sigurt që do të vazhdoj me suksese duke u angazhu dhe duke ndiku dukshëm në ndryshimin pozitiv dhe kualitativ të jetës së qytetarëve të vendit. Dhe jam shumë i sigurt se proceset të cilat i ka fillu Partia Demokratike do t'i përfundoj. Dhe ju do të vazhdoni të jeni shefi i shefave, siç e keni quajtur veten? Unë do të vazhdoj asnjëherë nuk e kam quajtur veten as shef as shef të shefave, mirë po unë do të vazhdoj të punoj, të angazhohem dhe të shërbej me devotshmëri qytetarit të vendit tim, ashtu siç kam bë përpjekje të shërbej gjatë tërë jetës time, në të gjitha periudhat kohore, e them me kënaqësinë më të madhe, duke mos i pas asnjë një moment parasysh interesat apo përfitimet e mia individuale apo si familje. Por edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri, edhe si bashkëpunëtor, kemi bërë përpjekje që ta japim maksimumin e mundshëm në të mirën e vendit dhe të popullit tim. Zoti Grabovci, faleminderit shumë që ishe në studion tonë. Faleminderit edhe ju, shikues të nderuar të Radio Televizionit 21 që na keni ndjekur. Natën e mirë.